Banka e Shqipërisë ka përgatitur ndryshime rregullatore që synojnë rritjen e transparencës së tarifave të këmbimit të monedhës në transaksionet me kartë, veçanërisht në ATM dhe pikat e shitjes. Sipas projekt rregullore së ndryshuar, ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe operatorët e këmbimit të valutës do të detyrohen të shfaqin përqindjen e diferencës midis kursit të aplikuar dhe kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë përpara kryerjes së transaksionit. Ky informacion duhet të jetë i qartë, i aksesueshëm dhe i publikuar edhe në platforma elektronike. Operatorët do të duhet gjithashtu të informojnë klientët për shumën që paguhet në monedhën e llogarisë dhe shumën që i kalon përfituesit, si dhe për mundësinë e kryerjes së pagesës në monedhën e përfituesit duke ja lënë këmbimin bankës së klientit. Pas transaksionit, klientët do të njoftohen edhe me mesazh elektronik, falas. Ndryshimet synojnë të adresojnë ankesat për kostot e larta të tërheqjeve kesh, veçanërisht për turistët e huaj dhe emigrantët që përdorin karta të lëshuara jashtë Shqipërisë. Edhe Autoriteti i Konkurrencës ka rekomanduar më herët rishikimin e metodologjisë së komisioneve dhe të praktikave të këmbimit dinamik të valutës. Banka e Shqipërisë ka vendosur që këto masa t'i integrojë në rregulloren ekzistuese për krahasueshmërinë e tarifave të llogarive të pagesave, ndërsa ekspertë të sektorit bankar theksojnë se rregullat të transparencës ekzistojnë edhe aktualisht përmes skemave ndërkombëtare të kartave si Visa dhe Mastercard.